Shpend Gashi, askushi nga Republika e Kurkundit, a kupton se që të thuash jam pedagog apo jam analist në Shqipëri, i bie ti jesh i punësor apo i lidhur me Edi Ramën, kështu që neve kemi zgjedhur këtë rrugën e herojit, në thonjza, nëse mund të quajmë neve herojin kur jemi bashkëfajtorë gjithë. Unë nuk duhet i bie shumë gjatë se duke dëgjuar fjalimet e gjata filloja ta carohesh dhe mund ta carohem edhe me veten, a kupton? Unë nuk jam për qeveri teknike pika parë, jam për një grev radikale në thonjza mbi si thua në kushtet më ekstreme brenda lishmërisë. Ne nuk jemi për të prekur armët, sepse jemi konservator demokrat, por duhet me kalu në fazën më ekstreme në një shtet që nuk ekziston fare institucioni. Ftesa ime është për gjithë deputetet e opozitës ta nisim me gjithë familjarët e tyre që të krijojnë frymën të vim gjithë nga pas. Dalim në shesh, të mbajmë fjalimet, pim kafe, të ikim shtëpi, Rama rri dhe 100 vjet tjera. Ajo që tha doktor Berisha që ne kemi negociuar partive të vogla, por ata që bëjnë opozitën e opozitës janë patjetërisht e Ramës. Po doktor, ky është një variabël në shkenca politike, po variabli tjetër është që edhe opozita e madhe nuk po bën mjaftueshëm për të qenë njohëse që ti përthithit gjithë. Pra, ka një postulat, ose faji është i dyja palve, ose faji është jetim. Me qenë se faji është jetim si shta Flori, prandaj jemi gjithu se nuk ka bërë asnjëri nga neve mjaftueshëm. Me këtë kod elektoral do gënjejmë veten në rastin më ekstrem, nëse futemi me këtë kod elektoral të pretendojmë që peshkut ngjisi pemën. Pra, duhet të ishi pa logjikshëm të vesh me këtë lloj kodi elektorali. Dhe te kodi elektoral po prap kemi faj të gjithë si opozit, kur po fus veten këtu që kam pompuar PR, imagjinoj juve që keni marrë vendime, e kemi dorëzuar vetë me atë kod elektoral pushtetin, sepse ky kod elektoral të lën opozit. E treta, dhe fundit për mua se s'dua t'ju lodh, është perceptimi publik. Perceptimi publik duam apo s'duam neve, nëse jeni të huajsuar nga qytetarët, më vjen keq për juve, po perceptimi publik është një pjesë e mirë e opozitës, është e kapur me Edi Ramën. Kemi mundësinë me greva, me gjitha të ngrem frymën, ti tregojmë që nuk jemi dhe po hidhet balt mes nesh. Do të thënë, në kohë krizash mendojnë dhe duhet të bëhen veprime shumë të prera. Pra, Aleksandri po të kishe menduar që të zgjidhte nyjen gordiane, nuk do kishte nxjerr shpatën që ta priste dhe të fitonte të gjithë pasurinë që fitoi. Shumë faleminderit.